Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë në Durrës, drejtues Vilson Bala, në një konferencë për shtyp të premten, bëri me dije rezultatet e operacionit policor të koduar Enigma. Gjatë këtij operacioni u kapën dhe u vunë në pranga 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 me rrezikshmëri të lartë të shpallur në kërkim më parë për vepra penale në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve, bëri me dije ndër të tjera drejtuesi i lartë Bala. Në kuadër të operacionit me masat larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprakë rezultoi se te tavolin ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Ankonës në muajin janar të këtij viti dhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar urdhër arresti. Gjatë kontrollit këtij shtetasi u gjet një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK pasi gjykata shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, në muajin korrik vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kryen e vepra penale, organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit të këtij shtetasi ju gjetën 2 dokumente identifikimit falsifikuara, një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Edhe këtij shtetasi, në çantën e tij, shërbimet policore i gjetën një armë zjarri pistolet fishek gati për qitje. Juger Xhani, 35 vjeç, lindur në Përmet, për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, mos kallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale. Edhe këtij shtetasi ju gjet një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak. Gjithashtu, nga ana e shërbimeve u arrestuan shtetasit OH, 38 vjeç, banues në Mamurras, i dyshuar për kryen e veprave penale, mos kallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale e kryer në bashkëpunim. FQ, 36 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale, mos kallëzim krimi për kraj autorit veprës penale, kryer në bashkëpunim. Shtetasi AH, 45 vjeç, banues në Mamurras, i dyshuar për kryen e veprave penale, mos kallëzim i krimit kryer veprës penale, për kraj autorit veprës penale, kryer në bashkëpunim. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, ero dhe sende tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve.